بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أجل فيك ngri e zani, kjo është argument se është blaq, edhe pse I thot vete se është I ri, po Allahun Azza wa Jalla falenderojmë dërsa salavatet e selamet tona me pejgamberin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam I dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vëllezër, pas hamdit ndaj Allahut Azza wa Jalla, salavatet e selamet mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lusë Allahun Azza wa Jalla që Allahu t'ju shpërblem për këtë mikpritje, edhe pse unë kur vinë në Lanskron, e ndjej veten si më ardh mes familjes time dhe mes më të afërt mi. Edhe sa herë që do me thonë ulem këtë vend ose hinë këtë xhami, më kthehen ato ndjenja të cilat I kom pat para disa viteve. Lusë Allahun Azza wa Jalla siç na ka tubu dhe na ka bashkuar në këtë mezhlis, Allahut na tubon dhe na bashkon mezhliset e Firdausit Allahut Xhella Xhelalu. Ashtu si që paralajmëroi hoxha, po edhe e keni pa lajmërimin. Tema për cilën inshallah do të flasim shkurtimisht, kjo nuk, do me thonë, thjesht nuk është ligjerat, është një përkujtim dhe është një, do me thonë, këshillim njëri tjetrit rreth një çështje të rëndësishme dhe një çështje e cila është thelbësore për komunitetin e muslimanëve, do me thonë, në veçanti për muslimanë cilët janë jashtë trojeve të tyre, si perëndim, edhe si ummetin në përgjithësi. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Dhe ju, o musliman, përkujtoni mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Edhe një prej çështjeve të rëndësishme në librin e Allahut Azza wa Jall është që kur Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron që t'i tregon muslimanit të rëndësishme, I thot atij përkujtoje diçka e cila I ka ndodhur ose e ka përjetuar ky musliman ose ky grup I muslimanëve. Allahu Azza wa Jall ju drejtohet besimtarëve, sahabeve pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi alaykum. Kujtoni ju begatit e Allahut mbi ju. Begatit të cilat u ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Idh kuntum a'da'a. Kur ju ishit armiq të njëri tjetrit. Dhe ju siç e dini, muslimanët të cilët e kanë pasur pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam, përpara se të bëhen musliman kanë qenë armiq në njëri tjetrit. Ensarët të cilët kanë qenë një qyteze të vogël, Ausi dhe Khazrexhi, kanë luftuar me dekada. Kanë patur në pushim mirë, po nëse dikush gjatë këtij pushimit ka bën ndonjë lloj provokimi, nëse edhe me gojë, lufta ka filluar prej fillimit. Edhe kjo ka ndodhur derisa Allahu Azza wa Jalla ka dërguar pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe derisa ata e kanë pranuar fenë Allahut Azza wa Jalla. Për këtë çka ka Allahu ju thot atyre, përkujtoni ju këto momente. Idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. E dikush mund thot, po kjo çka ka të bëjë me mua? Unë s'kam qenë armik me askën. Kjo ka të bëjë me secilin prej nesh. Sepse ne si besimtar nuk jena njoft ndoshta, as që I kemi fol dikujt prej këtij mezhlisit I cili sot është këtu në mesin ton, derisa nuk na ka bashkuar xhamia, derisa nuk na ka bashkuar feja Allahut Azza wa Jall. Dhe ky njeri me fjalë tjera jo se është armik I përbetuar I atij tjetrit, po nuk është çfarë? Nuk është mik. Nuk është mik I tij. E Allahu Azza wa Jall neve na kujton dhe thot: "Mendoni për atë kohë kur ju nuk ishit miq të njëri tjetrit." Por Allahu Azza wa Jall thot: "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Dhe çfarë bëri Allahu Azza wa Jall? Bashkoi me zemrave tua. Allahu ju a bashkoi juve zemrat. Se përpara se ne të bashkohemi në mënyrë fizike, duhet që ne vëllezër të bashkojmë zemrat tona. Sepse baza e vllaznillëkut ton nuk është ndeja jonë me njëri tjetrin e zemrat I kemi të përçame. Baza e vllaznillëkut ton është që ne të bashkohemi në atë e cila është e vërtet, edhe zemrat të bashkojmë njëri tjetrit. Ta dim që zemra ime e don zemrën e atij tjetrit. E jo në thjesht nga jashtë, si thot këtu Hoxha Senate përmend një shembull, janë taku dy persona. Edhe
kur janë taku secili i ka buzëqesh atij tjetrit edhe e ka marrë dhe i është afru, ka fol me të dhe i ka thonë tu e shiku, ka thonë vallahi o vlla nuk e di kush prej neve është ma dyftirsh, a unë ati. Do me thonë thjesht këtë e bojna për me i thonë atij tjetrit se unë e kam sjellje të mirë, por në realitet ne urrejmë njëri tjetrin. Allahu azza wa jall nuk e do këtë prej nesh vëllezër. Allahu do që ne të jemi vëllezër. Dhe ky vllaznillëk në dinin e Allahut azza wa jall nuk vjen vetëm se nëpërmes kuptimit të drejtë dhe realitetit të fjalës la ilaha illallah. Kur njeriu ta jeton dhe ta përjeton ashtu siç duhet fjalën la ilaha illallah, e din se çdo njeri i cili e pason këtë fjalë është vllai i tij. Çdo njeri, pa marrë parasysh prej ku është, çfarë statusi shoqëror ka, çfarë gjendje financiare, ky është vllai i tij. Pse? Nga se ai është për njerëzve të cilët e pasojnë fjalën la ilaha illallah. Për këtë çka ka Allahu azza wa jall, për ta ngrit këtë gjë, e cila nuk ekziston tek njerëzit tjerë, tek grupe tjera, ka thonë innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Realisht kuptimi i ajetit është me të vërtet besimtarët nuk janë vetëm se vëllezër. Qofse ne dëshirojmë ta përshkruajmë lidhjen mes besimtarëve, lidhjen mes njëri tjetrit, nuk përshkruhet kjo lidhje vetëm se si vllaznillëk, vetëm se si vllazëri. Madje Allahu azza wa jall e ka bërë këtë lloj vllaznillëkut në krije të vllazërisë së njerëzve. Kemi ne vlla nga gjaku, kemi vlla nga gjiri, kemi vlla nga ku e di çfarë. Kurse Allahu azza wa jall e ka bërë vllaznillëkun e vërtet mes atyre të cilët e pasojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala dhe mes atyre të cilët janë bindur dinit Allahut azza wa jall. Për këtë shkak vëllezër, kjo që ne e thonë, krejt është teori dhe krejt është në rregull dhe fjalë tëmbla dhe mirë, por realiteti i këtij vllaznillëku është shumë më i madh se sa këto fjalë të cilat jam duke i thënë unë. Për këtë realitet dhe për këtë rëndësi, Allahu xhalla xhelaluhu ka përgatitur për këto njerëz të cilët e duan njëri tjetrin shpërblime të mëdha. Për këtë çka thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, se do të vijë Allahu xhalla xhelaluhu në ditën e gjykimit dhe do të thotë: Ejna al-mutahabbina fi jalali. Ku janë ata të cilët janë dashur për madhrinë time? A ka njerëz të cilët duan për madhrinë e Allahut? Ka njerëz. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të del një njeri prej një vendbanimi me një vendbanim tjetër. Dhe nuk shkon në këtë vendbanimin tjetër vetëm se për një qëllim. Thot Allahu azza wa jall, njënës prej melaqeve thot shko dhe ndërprija rrugën këtij njeriu. Dili në rrugë dhe pyete pse je të shkuta ai vendbanim. Dhe ky njeri duke ecë jo si ne, domethënë sot udhtojna me mjete trehatshme, as nuk mërziten, as nuk lodh, në mund njeriu të vije për një qoshi të dynjas qoshin tjetër, nuk ndjen ndoshta ndonjë lodhje të madhe. Vjen kjo melaqja dhe i thot, ku je të shku? Thot, jam të shku në filan vendi. Aleikum selam. Jam të shku në filan vendi. Thot, po çfarë je të shku taj vendi? Thot, jam të shku në atë vend se kam një vllaun tim, të cilin e du për hir të Allahut azza wa jall. I thot, a ke ndonjë interes në dashurinë ndaj tij? Thot, nuk kam interes vetëm se e du për hir të Allahut xhalla xhelalu. Asgjë si bashkon për intereseve të kësaj dynjas. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu azza wa jall i thot kësaj melaqes, tregoj atij personi që Allahu e don atë për shkak se e ka dash vllaun e tij për hir të Allahut xhalla xhelalu. Fitimi i dashurisë të Allahut subhanahu wa taala nuk është se ndilet. Nëse marrim ne gjitha tekstet e Kur'anit dhe Sunetit dhe të shikojmë çfarë bën njeriu të dashur tek Allahu, dashojmë se gjitha janë sende të rënda. Gjitha janë sende të rënda. Andaj dashuria ndaj dikujt për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe mbajtja e kësaj dashurisë derisa ta fitojmë dashurinë e Allahut nuk është gjë e lehtë. Ndoshta muhabeti si muhabet është i ëmbël, na bën neve të ndjehemi mirë, por realiteti është shumë më i vështirë se sa muhabeti. Praktika është shumë më e vështirë se sa teoria. Sepse gjithë ne kemi teori. Gjithë ne themi çashtu është. Duhet ta duam vllaun musliman. Mirë, po kur pak kena një mospajtim të vogël, e harrojmë në vllaznillokun islam, madje shpesh harrojmë cilësitë bazike njerëzore. Kur vjen puna tek konflikti dhe tek mospajtimi me vllaun ton, gjë e cila nuk bën ta bëj besimtarit. Asesi. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam,
Thot Allahu Azza wa Jall, "Ayna al-mutahabbina fiyya?" Ayna al-mutahabbina fi jalali? Ku janë ata cilët duhen për madhërinë time, pse o Allah? Thot Allahu Jalla Jalaluhu, që ti vendos në hijen time në këtë kohë dhe në këtë ditë kur nuk ka asnjë hije përpos hijes time. Ka ardhur transmetim të Imam Muslimit, thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ata do të jenë në pozitë ku pejgambert e Allahut, njerëzit e mirë dhe shahidat do t'u kenë zili. Cila ka qenë puna mes këtyre? Puna cilën e kam bërë këto? S'kam pat ndonjë punë ndoshta dukshme, cilën ne e bëjmë të madhe, po kam pat diçka e cila i ka ngrit ato në pozitë derisa pejgambert e Allahut kanë treguar me shenjë. Kush janë këto? Kush janë këto cilët janë ndaj prej shahidave? Kush janë këto cilët janë ndarë prej njerëzve të mirë? Kush janë këto cilët janë ndarë prej pejgamberëve të Allahut? Tre grupet e njerëzve më të mirë do të pisin njëri tjetrin, kush janë këta? Këto janë ata cilët janë dashur vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, pa asnjë interes tjetër. Edhe kur ka qenë kjo kundër intereseve të tyre. A nuk keni dëgjuar fjalën e Allahut Azza wa Jall kur ka thënë për ansart, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas." Ata u japin tjerëve përparësi edhe nëse kjo është në kundërshtim të interesit të tyre. Kjo është ndamin e tyre. Po do të ndasht, është vllajni. Sot njerëzit, ndoshta vllaun e vet nga nana dhe baba, e ka edhe besimtar, edhe ka vlla nga nana dhe baba, nuk i jep përparësi interesit të tij ndaj interesit vet. Madje çka është më interesant, e bën vllaun e tij që të vuan në disa situata dhe në disa raste. Duke garuar me të në çështje të dynjas, duke dash që egoja e tij të mbizotron mbi dëshirat e vllaut vet dhe kështu me radhë. Kurse shpërblimi për njerëzit të cilët e duan Allahun Azza wa Jall dhe duan pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe si rezultat i dashurisë së tyre ndaj Allahut duan në robërit e Allahut për hir të Allahut subhanahu wa taala, ishte ky shpërblim të cilin e ka përmend pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, shpërblim për cilin do ta kenë zili pejgambert e Allahut dhe njerëzit e mirë. Thot Allahu Azza wa Jall, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Thot Allahu, dhe ne kur tim banorët e xhennetit, në xhennet do të mbetet diçka prej ndjenjave të kësaj dynjaje në zemrat e tyre. Jo gjithçka, diçka. Allahu tregon kur do të hyjnë në xhennet, thot Allahu, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Edhe kjo është filtrimi i fundit i besimtarëve, që kur të hyjnë në xhennet dhe kur të ulen në përkolltuqet e tyre dhe kur takohen me njerëzit tjerë prej banorëve të xhennetit, mos mbetet në zemrat e tyre asgjë prej veseve të kësaj dynjaje. Kjo është filtrimi i fundit. Allahu thot, dhe kur të hyjnë ata në xhennet, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Ne u largojmë atë cilën e kanë ndjejt ato në gjoksat e tyre prej inatit dhe hasedit dhe prej gjërave të cilat ndoshta njeriu i ndjen ndaj dikujt tjetër prej njerëzve. Është çështje normale. Secili prej situate në situatë ndodhi të ndryshme ndjen ndoshta diçka. Ai ka thënë një fjalë të rëndë, e ka rëndu, e ka lëndu, është njeri. E Allahu nuk dëshiron që as kjo ndjenjë të mbetet në zemrat e tyre dhe në gjoksat e tyre. Për këtë shkak thot Allahu, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Ne thot Allahu a pastruam gjoksat e tyre prej gjërave të cilat u kanë mbet nga kjo dynja. Pse? Që kur të ulen thot Allahu në kolltuqet e tyre, t'jen ikhwan, t'jen vëllezër të njëri tjetrit. E Allahu na tregon se shpërblimi i vllaznillëkut sinqert në këtë dynja është ndeja me vllaun tënd në ahiret në kolltuqet e xhennetit. A ka mundësi që unë edhe vllau im, i cili është ulur afër meje, ndjejmë kohë pas kohe diçka cilën e kanë njerëzit? Ka mundësi. Por Allahu nuk dëshiron ne që të njëjtën ndjenjë ta kemi në xhennet. Po si e fitojmë në atë xhennetit nga kjo dynja? Duke i dhënë përparësi vllaut ton ndaj qëndrimeve tona. Jo ai se më ka lëndu unë si flas. Jo ai se ma ka bë këtë as nuk ja bëja. Besimtari nuk mendon kështu. Besimtari as pak nuk mendon kështu vëllezër. Qofse ne jemi prej atyre të cilët kanë kuptuar realitetin e drejtë të fjalës la ilahe
illa Allah. Për këtë çka ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Awthaqu ura al-imani al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Ka thënë një prej nyjeve ose nyja më e fortë e imanit është dashuria për Allahun dhe urrejtja për Allahun xhella xhelalu. Kur duash, duaj për Allahun, dhe kur duresh, urrej për Allahun ata të cilët i shkelin kufit e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një prej nyjeve më të forta të fesë Allahut subhanahu wa taala. Gjë e cila besimtarit i jep mirëqenie në këtë dynjë dhe i jep mirëqenie në ahiret. Thot pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam, për një prej veçorive më të rëndësishme të dashurisë vllazërore. Thot, çdo di besimtar, të cilët duhen njëri me tjetrin, kemi dy muslimanë, secili e don tjetrin si besimtar. Nuk kanë interesin ndaj njëri tjetrit, sepse ne gjithë e dimë, ka mundësi e njohim një besimtar nga kur kemi qenë të vegjël. Po dashuria ynë me të nuk është dashuri vllazërore islame. Çfarë dashuri është? Po e kom njoft vallahi, vetëm se e kom njoft. Dhe harrojmë diçka, se dashuria ndaj vëllezërve ton është ibadet. Dhe ibadeti nuk pranohet vetëm se me dy kushte. Ibadeti nuk pranohet vetëm se me dy kushte. Fillimisht jeti i sinqert për hir të Allahut azza wa jall. Mos ketë diçka për interesave të vetes ton, interesave të dikujt tjetër për njerëzve ose interesave të dynjas. Thjesht jeti ibadet i cili bëhet 100% për Allahun azza wa jall. Dhe e dyta që kjo dashuri të jetë në përputhshmëri me parimet e dinit të Allahut ose në përputhshmëri me sunetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi Allahut, këto dy persona duhen njëri me tjetrin. Dashuri të vërtetë e cila është ibadet, nëpërmes së cilës ai shpreson afrim tek Allahu. Dhe na tregon pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe thot vëllezër, dhe më i miri prej tyre tek Allahu është kush? Më i miri prej tyre tek Allahu është ai i cili më shumë ti e don vllaun e tij. Këto ditë janë të mirë, po cili është më i miri tek Allahu? Ai i cili më shumë ti e don vllaun e vet. Kush e ka dashurinë më të lartë ndaj vllaut të tij, ai është më i dashur dhe më i ngritur tek Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilin plot prej dietarëve e kanë cilësuar si hadith hasan, të mirë. Thot, çdo dy besimtar të cilët takohen dhe ja japin dorën njëri tjetrit dhe nuk ja japin dorën njëri tjetrit vetëm se për hir të Allahut azza wa jall, kur të shpërndahen, kur të largohen nga ky tubim, largohen me gjunahe, me mëkate të falura. Mirë po, kur ja ka dhënë dorën, çfarë ja ka dhënë? Për hir të Allahut azza wa jall. Kjo është ajo e cila ja sjell besimtarit këtë dobi. Dobinë e faljes së mëkateve. A është ibadet i cili na shlyen gjinat, është ibadet i madh, cilin ne shpesh e harrojmë vëllezër. Ibadet të cilin ne shpesh e harrojmë. Madje është prej ibadeteve i cili, do me thonë, ndoshta shumica në rasteve harrohet nga ana besimtarëve. Sa herë ne hym në xhami dhe takojmë një musliman dhe tjetrin dhe shpesh dikujt prej tyre nuk i folim për shkak të diçka e cilën e kemi në zemër. Duke harruar se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se pasi t'ja japim dorën për hir të Allahut, edhe qoftë ai na ka lëndu, se Allahu na fal mëkatet. Kush nuk do që Allahu t'ja fal mëkatet? Kush vëllezër? A ka dënjon këtë mezhlis? Besoj se ka dikush këtë mezhlis i cili thot mos duhet mi fal Allahu mëkatet. Allahu na ruaj. Andaj është ibadet i vogël ndoshta si tona. Mirë po është i madh tek Allahu azza wa jall. Për shkak se biznesi ynë është biznes me Allahun. Nuk është me kriteret kësaj dynjaje, është me kriteret Allahut azza wa jall, me kriteret qiellit. Dhe tek Allahu ibadetet janë ndryshe se sa që i mendojmë ne. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a. Mos nënçmo, mos poshtro asgjë prej punëve të mira. Mos e zi një punë të mirë si diçka e cila nuk peshon shumë tek Allahu. Walau talqa akhaka biwajhin talib. Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, madje edhe nëse takon vllahun tënd me fytyrë të buzëqeshur, është vepër e mirë të cilën e don Allahu xhella xhelalu. Vepër me cilën është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala.
Gjitha këto cilat I përmenda vëllezër, mendoj se ju si besimtar I dini. Dhe thash që pjesa teorike ajo është pjesa më e lehtë dhe më e ëmbël ndoshta për veshët tona. Mirë, po pjesa më e mirë për besimtarin serioz është pjesa praktike. Pjesa më e mirë për atë I cili e don Allahun është pjesa praktike. Sa I thot ibadet I lehtë, I cili më sjell shumë dobi mua si besimtar. Kjo dorën dikujt, ti buzëqesh dikujt, të bëj dua për dikë, ta du dikë prej muslimanëve, inshallah thot kjo është diçka që mund ta bëj. Dhe Allahu neve nuk na ka ngarkuar për te mundësive tona. Dhe duhet ta dim që jeta e besimtarëve është tekatuf. Është lidhje e besimtarëve të njëjtit me tjetrin. Qofse ne si besimtar dëshirojmë të arrijmë diçka të madhe prej qëllimeve të kësaj dynjaje, e bëjmë me ndihmën e vëllezërve përreth nesh. Askush vet nuk ka bërë gjë vëllezër. Kush don të bëjë ndryshim të madh, e bën këtë me ndihmën e vëllezërve të tij. A mund një njeri ta mbaj këtë xhami? S'mund një njeri ta mbaj këtë xhami. Pse? Se është organizim për një komunitet. Edhe ky komunitet nuk avancon, nuk ec përpara vetëm se me ndihmim të njëri tjetrit. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Thot Allahu, ndihmoni njëri tjetrin në mirësi dhe në devotshmëri. Për këtë shkak, pa marrë parasysh kush është ai njeriu I cili udhëheq këtë xhami, me qenë vet nuk ka mundësi ta udhëheq. Kjo don vllaznillëk, kjo don sinqeritet vllaznillëk, kjo don falje ndaj njëri tjetrit dhe don mirëkuptim vëllezër. Për të ecë përpara, për të arritur diçka don mirëkuptim. Ne dihet që një punë të cilën e bëjmë në mënyrë kolektive, a mund që t'ja plotësojmë qefin secilit? Jo vallahi. Po ndonjëherë puna e cila bëhet nuk përputhet me mendimin tim, nuk përputhet me qefin tim, po bëhet për interesin kolektiv, nuk bëhet për interesin tim. Me qenë për interesin tim dhe të shtëpisë time, unë e di si ti rregulloj punën. Mirë, po kur flasim për gjithë, flasim të gjithë, jo unë. Kur flasim për gjithë, për interesin kolektiv, flasim të gjithë dhe gjithë japin mendimin e tyre, jo vetëm unë. Andaj njeriu s'bën ndjehet keq nëse nuk ja marrin mendimin asnjëherë. E rëndësishmja është ti ta japësh mendimin. E rëndësishmja është që ti ta tregosh veten në cilin safje. Transmetohet në rast cilin gjithë e dini. Kur Ibrahimin a.s. e kanë hudhë në zjarr, ka ardhur bretkosa, ka ardhur transmetim që ka ardhur miu dhe bretkosa. Thuhet që miu ka fry zjarrin, që zjarri të jetë më I fortë. Kurse ka ardhur bretkosa me mundësitë e saj. Ka marrë pak ujë, ka hudhë në zjarr. Pastaj prap ka shku, ka marrë ujë, ka hudhë në zjarr. I është thonë uji nuk e ndal këtë zjarr. Ka thonë unë e bëj për t'tregu se me ka jam. Për t'tregu se jam me Ibrahimin a.s. Ne si besimtarë ndonjëherë kemi nevojë të tregojmë na vëllezërve tonë, ne jemi me ju vëlla. Vetëm me fjalë. Po shpesh që ndodh që ne ndoshta themi me fjalë jemi me ju si fjalë, jemi me ju, po fjalë tjera tregojnë që ne realisht s'jena me ju. Dhe veprat tona tregojnë që ne jo bash që jemi me ju. Wallahi njeriu ndonjëherë kalon në përfaza në jetën e tij, ose një xhamat kalon në nevojë se ti ju thot ne jemi me ju. Vazhdoni për hir të subhanahu wa taala. Për këtë shkak duhet të ndajmë dy çështje. Lidhur me vllaznillëkun mos ta zgjas shumë besë. Sepse obligimet e vllaznillëkut të muslimanëve ndaj tjetrit janë shumë. Keni dëgjuar hadithet pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam për obligimet e besimtarit ndaj besimtarit, siç është vizitimi, siç është vizita e cmurit, siç është teshtite al-atis, ti thush irhamukallah kur thot elhamdulillah dhe kështu me radhë. Gjitha këto janë obligime, siç është përgjigjja ndaj thirrjes kur të ndarsen dhe kështu me radhë. Po unë do të ndalem dy çështje. Çështja e parë, mbrojtja e nderit muslimanit, jo vetëm në aspekt nderit si e kuptojmë ne shqiptar çështjen e nderit, po mbrojtja e interesave të muslimanit. Edhe kisha nënvizuar mesin e këtyre muslimanëve do musliman. Musliman të cilët punojnë për ngritjen e interesave të muslimanëve dhe vetdijes fetare mesin e njerëzve. Mbrova interesin këtyre njerëzve vëllezër. Se sot ne jemi në rrethana ku secili gishin e tregon ka musliman, secili gishin e tregon ka hoxha. Ai e ka gabim. Ky tjetri e ka gabim. Gjithë dynjaja
Edhe Trumpi thot, ju muslimanët i keni faj. Një mac me cofë në Amerikë thot, këto emigrantët i kanë faj. Duhet me i ndalë kufit, me i mbyll kufit. Gjithë muhabeti rreth fajsimit muslimanëve. Nëse edhe muslimanët i bashkangjiten kësaj kampanje së fajsimit ndaj muslimanëve, çfarë do të bën ai musliman i shkret, i cili dëshiron ndryshim pozitiv në shoqëri? Çfarë bëhet? Bëhet vetvrasje? Ose ta lanë atë punë? Krejt dynjaja mund fajsoj. Krejt dynjaja fajson xhamin. Krejt dynjaja fajson imamin. Ta lanë krejt këtë punë se s'pas ka herë kjo. Andaj mbroje interesat tonë. Nga se Allahu do t'i mbron interesat ti në ditën e gjykimit. Mos e lë vllaun ton të lloç. Nga se kjo është ualaja, kjo është, do me thonë, ajo besa e vërtet mes besimtarëve. Ne tregojmë se jemi besnik për vllaun ton kur ka ai nevojë. Jo në rehati vëllezër, në kohë të vështirësive. Nëse ka dikush ja cenon interesin vllaut ton dhe e dinë se kjo është pa hak, mbroja interesat këtij vllaut ton, nga se Allahu do të mbron ti në ditën e gjykimit vëllezër. Allahu do të mbron ti në ditën e gjykimit. Këtë garancë e ka dhënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, unë thash, i potencojnë mesin e këtyre muslimanëve, sidomos muslimanë të cilët punojnë për ngritjen e vetdijes fetare dhe muslimanë të cilët punojnë për ndryshim pozitiv në shoqëri. Duhet që dikush të mbron interesat, nga se këto njerëz janë ajo safi i parë ku gjithë ballafaqohen dhe gjithë i fajsojnë ato. Po kush do t'u thot atyre një ditë Allahu shpërbleft për punën? Sa ai është njeri, ka nevojë t'i thot dikush Allahu shpërbleft. Ka nevojë që dikush t'i thot unë të mbroj ti o vëlla. Unë të mbroj me fjalë aq sa kam mundësi. Dhe çështja e dytë vëllezër, cila duhet ta potencoj, është përgojimi. Prej obligimeve të besimtarit ndaj besimtarit, është që ai mos ta përgojon besimtarin. Nga se përgojimi është një prej armëve më shkatruese të atij vllaznillokut cilin ne synojmë. Ne synojmë vllaznillok, ne synojmë se duam njëri tjetrin. Mirë, po kjo smundje e brendshme, e cila buron nga zemra, e shkatron këtë vllaznillok vëllezër. Pa marr parasysh sa ibadet bëjnë këto njerëz. Nëse ata kur takohen janë njerëzit më të mirë dhe kur ndahen janë armiqt më të këqij, dije se ky vllaznillok nuk është për hir të Allahut. Se të kishte qenë për hir të Allahut, ai kishte qenë vllau i tij kur është në prezencë dhe është vllau i tij kur nuk është prezent. Dhe gjendja e siç e dini gjithë ju me çështjen e përgojimit, është gjendje alarmante. Është gjendje alarmante vëllezër. Ne shpesh përsëritim ajete, përsëritim hadithe, cilat flasin për gibetin ose për përgojimin, mirë po pak mësim marrim prej këtyre argumenteve vëllezër. Kjo tregon se problemet cilat i kemi ne me zemrën janë problemet mëdha, nuk është çështje e lehtë. Për këtë shkak, si mesazh i fundit vëlla, ta ruajmë gjuhën tonë kur vjen puna të flasim për tjetër kant. Ose mendoje, po t'ishe ti dhe ta incizosh atë vëlla i cili të përgojon para 10 vetave. Ti e incizon dhe e shikon atë video kur ai ka përgoju, dhe ai tjetri është tanë me ty, dhe ai tjetri atë mendim cilin e ke dhënë ti, e ka nënshmu dhe e ka poshtru. Si do të ndjehesh e ti? A kishe pa qef më të rish me atë njeri? Ja. Si ka mundësi ai të më respekton mua përpara fytyre dhe të më nënshmon mua pas shpinën? S'kam nevojë për kësaj lloj shokësh. S'kam nevojë për kësaj lloj vëllezërish. E ne nëse do me thonë punojmë për interesat e muslimanëve, do ambrojmë interesat muslimanëve, duhet që ata edhe mos t'i përgojojmë dhe t'i arsjetojmë. T'i arsjetojmë sidomos kur nuk e dim shkakun e punës cilën e ka bëj. Thonë arabët një fjalë, idha urifa as-sabab batala al-ajal. Kur dihet shkaku, humbet ajo çudia, s'ka më pse të çuditesh. Kur e di shkakun e një pune cilën e ka bë, s'çuditesh. Po para se ta di shkakun, vallahi, e kam ditë se ajo është kështu. Por kur i kupton rrethanat sepse e ka bë atë vepër, po vallahi s'pas ka pat fal. E unë e kisha bë. Për këtë çka ta ruajna veten
nga trënit në këto gjëra. Inshallah hoxha do të vazhdoj me disa pika tjera të cilat shpresoj që të jenë dobishme në këtë kontekst. Allah ju shpërblet.